Ministri i Punëve dhe Tregtisë së Jashtme Tim Çomucunski nuk dha detaje se kur do të ndodh takimi mes partnerëve të koalicionit qeverisës për rikonstruimin e qeverisë, por u shpreh shkurt se ka komunikime dhe se është i bindur që do të arrihet një marrëveshje e pajtueshme për të dyja palët. Nuk mendoj që marrëveshja ose vendosja e kushteve duhet të bëhet përmes mediave me respekt maksimal për mediat, nuk dua të më keq kuptoni, por mendoj se janë çështje që fillimisht duhet i dakordojmë mes veti, ndërsa më pas të njoftojmë. Ashtu krijohet besimi kur funksionon si ekip, tha Mucunski. Në lidhje me ndarjen e resorëve, Mucunski tha se të gjithë partnerët e koalicionit duhet ta kenë parasysh parimin për cilësi mbi sasinë. Jam i bindur se ditëve në vijim do të arrihet marrëveshje që do të drejtohet në rritjen e efikasitetit të qeverisë, një çështje që vazhdimisht edhe kryeministri mendoi para disa ditësh e theksoi. Më lejoni që edhe unë ta them atë që nuk bëhet fjalë për numrin e vendeve të partnerit të koalicionit, bëhet fjalë për kapacitetin e individëve, dijen dhe përvojën e tyre dhe se si ata do të kontribuojnë për institucionet që duan t'i udhëheqin. Më pak të fokusohemi në sasi, më shumë të fokusohemi në cilësi. Ky duhet të jetë prioriteti të gjithë partnerëve të koalicionit në qeveri, deklaroi Mucunski. Se koalicioni vlen nuk po heq dorë nga kërkesa e saj për të marrë 2 pozicionet vakante pas largimit të Mexhitit, pasi ai mori postin e kryetarit të komunës në Çair. E konfirmoi dje zëvendës kryeministri Arben Fetaj, i cili vlerësoi se është plotësisht e pranueshme që ata të kenë një propozim plus, një në mjedis përveç Saliut. Megjithatë, vendimin përfundimtar si kryeministër do ta marrë kryeministri Mickoski. Ai tha javën e kaluar se ka një mendim të lartë për Saliun dhe se është i gatshëm të bisedojë, por mohoi se numri i pozicioneve ministrore të Vlenit në koalicion do të rritet. Ish-ministri i Shëndetësisë Bekim Sali tha se është i gatshëm të marrë pozicionin e zëvendës kryeministrit të parë në qeveri, por nëse do të pranonte pozicionin ministror për mjedisin, nëse do t'i ofrohej, nuk donte të komentonte para se partnerët e koalicionit të arrinin zyrtarisht një marrëveshje. A do të marrë koalicioni Vlen një tjetër pozicion ministror në qeverinë e Mickoskit apo Bekim Sali do t'i marrë 2 pozicionet vakante të Izet Mexhitit, do të dihet sonte pas takimit midis kryeministrit dhe partnerëve të koalicionit.